incidenta që ndodhin në sistemin e drejtësisë. Avokat, një ngjarje e rëndë të ka dështuar përveç sistemit të kontrollit, pra në momentin ju i dini më mirë procedurat për të hyrë në një gjysmë, nuk mund të hyjë çdo qytetar, aq më tepër edhe i armatosur, por çfarë mund të themi në përgjithësi, si babai i autorit ka deklaruar që dokumentet ishin në rregull, edhe pa që nuk po fitonte dhe prandaj qelloi. Atëherë, çështja ngjarja e ndodhur sot është një ngjarje që i ka dhënë sinjalet e veta për të pasur një rezultat kaq fatal për një gjyqtar, por që fati i keq dënoi sot këtë gjyqtar Artur Kalajn, i cili ka 20 e ca vite karrierë në sistemin e drejtësisë dhe fati i keq i erdhi këtij gjyqtari i cili për ta thënë popullore përpagoi të gjithë mëkatet e sistemit të drejtësisë për vendime të padrejta që her pas here ka dhënë ky sistem i drejtësisë, për mosgjetjen e një drejtësie të mirëfillt ashtu siç e dëshiron populli dhe për të mos bërë analizë për të gjitha problematikat që ka sistemi i drejtësisë. Ngjarja në vetvete është mjaft e rëndë. Është mjaft e rëndë sepse të futesh në gotinën e sistemit të drejtësisë për të bërë vetgjyqësi është një nga ngjarjet më të rënda që do të ketë thellë në mendjen dhe në kulturën e shqiptarëve. Këtu unë nuk do merrem se si u fut arma, sepse janë veprime artifice të cilat nuk kanë rëndësi për ngjarjen e ndodhur në brendësinë e saj. Se si u fut arma, si doli arma, a ishte i bindur vetë familja Shkëmbi që do ta kryente këtë, to janë të gjitha që do t'i zhvilloj prokurori së bashku me oficerët e policisë gjyqësore dhe nesër do të shkojnë në një proces gjyqësor ku vetë zoti Shkëmbi, i pandehuri zoti Shkëmbi që sot akuzohet për tentativën e vrasjes dhe vrasje në krye të detyrës të punojësit të shtetit. Janë dhe 2 të tjerë të plagosur babe birë nga pala kundërshtare. Ajo pasaj tregon për vetë gjyqësi. Sepse është si punë një filmi që thot toke për gjakun. Që neve po e lajmë me gjak tokën tonë, sepse në mënyra nga më të ndryshme tentojnë t'ja marrin njëri tjetrit pa pritur dhe pa menduar për pasojat që mund të ketë dhe rrjedhën e ngjarjeve që mund të ketë kjo tokë. Toka është e lidhur me shpirtin dhe me jetën. Neve sot po e kuptojmë dhe po edukojmë me frymën e pronës private. Pa çka se për 50 vjet na ishte mohuar prona private dhe nuk ishim edukuar, brezi jon nuk ishte edukuar dhe nuk e njihte ç'ishte prona private. Mbas ndarjes së tokës së pronë që filloi prona private me ndryshim në sistemin, aty filloi të njihet edhe dashuria dhe dhimbësuria për pronën private. Në një mënyrë ose në një tjetër filluam të edukohemi pak nga pak për mënyrën se si duhet ta trajtojmë dhe se si kërkojmë ta duam pronën private, si duhet ta respektojmë të pronë private dhe se si duhet ta trashëgojmë të pronë private. Por gjithmonë në bazë të ligjit, në bazë të sistemit drejtësisë, në bazë të normave kanonore ose normave ligjore si duash, por në mënyrë jo të padrejtë. Për rasti konkret, avokat më lejoni të theksoj që personi në fjalë ishte prezent edhe në media me denoncimet e tij në një nga emisionet investigative Stopi, në mos gaboj, që kishte denoncuar këtë rast. Pra vazhdimisht e kishte denoncuar se mund t'i bëhej një padrejtësi, pavarësisht se e kishte fituar në shkallën e parë, apeli kishte kthyer për rishqyrtim, por çështja erdhi prapë në apel, ndërkohë që pra pretendonte që do i bëhej një padrejtësi.